Nuk janë nisim ne me vrasje, ja kanë nis ata me vrasje. Kush ata? Po si dihen, pej Hashim Thaçi të poshtë. Pse për Hashimi se niku e pas pajtu me to? Me Hashimi Apet, une moj me thonë Hashimi Apet ma i mirë jo, pej tyne. Po Hashimi është i urt, edhe kanë keq përdor shumë, se Hashimi më ka tregu shumë sene, Hashimi ma ka hjek mlonin, ka ardhë në teme, edhe më ka thonë të bëj be me 300 pleq. Une i kom thonë, a je ga që me bo be, ka thonë kur do shti. Për mu ishte knaqësia jo, që diçka bile u dok, diçka uni. Plus e ka shpoll lavin ta në heroj nëse s'ka bëj? Po, të një folëm aty, thasha diçka, e miratën vllai jam mu shpoll heroj, tha sigurisht Hakimeri e miratën, tha një djalë me 2 fakultete, tha një profesor e kum pas kujdestar klase, tha je miratën, tha dhe kena mi shpoll heroj, tha me emën Zotit. A i kish kompetentat. Shumë kanë thonë pse Hashimi, shumë njerëz ta shqyre, populli ju ndësene nuk i legjikon fare, veç ja fut. Shumë kanë thonë, kur erdh Hashimi të une, mu ma shpolli vllahun heroj, mu lehtësu pak. Kanë thonë njerëz, kem kujtu që i meri e vret Hashim Thaçin, pse more? Për shka? Po Hashimi nuk aj që ma ka vro vllahun. Sashtë? Nuk është aj. Du më ndërprejt qëto. Gjithë ata që e shuhin këtë emision mujnë me thonë, po qysh të na u bu basi i merë ka që i pushtë të shkej me në gati me kundra Hashimit. Po, une nuk jom shkue, nuk jom boj pushtër. A i bojnë hesab këj millet njerës që ju vronë, a i bojnë hesab që mu ka vro vlau mua. A kur shkoj për vlau. Po ti thohë pak ma ere që Hashimi s'ta ka vro? Jo, Hashimi jo more, po urdhrus tjerë. E kush janë urdhrus si mas teje? Po, më vjekeq shumë Hashimi më ka thonë për Recep Selimin. Por nuk o Recep Selimi. E kam mbuluë një tjetër, e kam mbuluë Samil Ushtakun. Samil Ushtaku është urdhrus i vrasjes vllajt tim. Për një që ti merë përgjithësinë për çdo gjë që flet, për të kallëzoj për tashtë. Unë s'kam përgjithësinë këto që i thu, po, edhe ju bëj apel gjithë atyre që e shuhin, e kanë, edhe pse është live emisioni, e kanë momentin me u lajmëru dhe me demantu ty nëse s'është kështu. Ata sigurisht nuk, qëre, fajë është jetim. Nuk dënë me thonë, kërkush që po unë jam, apo s'jam. Se janë akuzat rona, pas e i merë të nëna... E di, që 26 vjetë, unë jam që pejt 2012 jam kryetari i Shoqërisë të Thirrje për Drejtësi. Nuk u metë kush në Kosovë, do këtë s'u lajmëru të unë. Që tu kom dokumente shumë të mëdhaja, kom gjithë shka, që njerëz mu kanë lajmërua, edhe nuk e di që kanë mu lajmëru që ta njerëz kur të din. Me 2 nëntër 99 u vra Hakimeri. Vrasit po përsa i ke përmen edhe hera të tjera? Vrasit e Hakis janë Agran Sulejmoni, Avni Feta dhe Naim Kadriu. Naim Kadriu konë sekretari shikit për Podujev. Informacionit sakta apo veç? Jo, informacioni sakt, pe unë miki në teme jenë ardhë me laptop edhe mi kanë ledzu këtë sene. A janë gjallë ata që? Jo, nuk janë gjallë, për Avni Feten simpozohet që janë zhdikun. Nuk është krejtë të sigurt a ka vdeka jo, këta 2 tjertë jenë vdekun. Naim Kadrive ka mytë vetën në Bishtkirit, edhe më kanë thirë policia isha në Gjermani, në gjysë notës, tha Naim Kadriu shkoj, e dishin tonë, e kanë ditë policia junë, e ka ditë unë Miki, e ka ditë Mavu në Uleksi, gjithë e kanë ditë që ata ishin vrasit të vllaut tem. Ama mu su më interesojnë ata e në kom me pagesë, mu më interesoj kush i pruni mërë vlla, kush i pruni. Edhe e vranë Hakimerin me 2 nëntër 99. E tash, unë e besoj që ata njerës që thujnë, qyre që ka po flet, bon në men që mu ka vro vlau, që ata njerës që thujnë, qyre që po flet i meri, bon në men që i meri 20 dit ka nej me dur lidh, në kuht luftës. Apo në shpjegon që toni me qysh ke orë prej Gjermani, se dikush kush e sheket emision mund me pos hezitime edhe mund me pos, dhe me thonë, dyshime ndajteje se po thujnë që Hakimeri, po mëne, i meri kur ka orë prej Gjermanisë, spore është vendus në 92. Unë asë që e di që ka 92. 92 i kanë thonë dhe me thonë policisë Serbijës në atë ku. Unë nuk e di asë që ka është. A është e vërtit që i vendus aty kur ka orë prej Gjermani? Kur njëtja, edhe kështu është. Nuk ku morë drejt për Gjermaniu, unë ku morë për Kroacije. Unë jëmë ko pak pjesë marës edhe në luft Kroacijës në ndima. Ama, unë ku morë për Kroacije. Ku morë edhe bile, e kem pasi të bim në pull, edhe hajde kush po shkujmë për Kosovë, do të me shku në mënyrë të organizuar për ndryshe merë njeri përgjegjësi vetë.
Thash qyre, edhe që tu në prit qa përgjegjësi, unë zdi që ka thëmë, unë e eca nestra. Atë në mëromje, i kum hypa autobusit, më ka prit këmajt sheqirin Zagreb. E kem bo notën që atë pjesë notës me ta aty, më ka qitë të aeroplani edhe kum fluturu ju mëron Shkup. Pe Shkupi, në Llojan, e ju mëron në Preshev, e ku marrë në Gjilan edhe ju më hinë në Drenic. Bile u ko interesant. Kër i marrë në Prishtin, po i pyti da, qysh bre, a mundeni ka hjenë refugjas, qysh si, a ka shansë, kisha një që i kanë shku ka vushtria. Tha, nuk ka shansë më shku anej njoni. Një djali i ri mu lajmëru bac, tha, hajde me mu, ku ki me shku ti? Tha, shu në Drenic, ku më shku në Vojnik. Tha, hajde me mu thonë të një fshat të kryni mretit. Tha, aty thonë të bojmë notën, nestra, tha, shkon anej. Jëm shku aty, e ku më bo notën aty, më kanë prit mire e familje, jash zakonisht, i kisha këpus të lagë, tha, qerop, mi lajten, i këshin terë, u mo, tha, u që i zëti shpis ploku, krullën dërë, a ideali, tha, do për cjell, unë, tha, baci një merë, tha, deri në Glogovc, dhe në Drenas. Tha, jo, tha, ty falemderit birë që ma ke prunë këtu. Tha, knej do e që junë, edhe e murë krullën, a edhe e na shku bashkë aty. Ku jemi shku? I shku një protest. I shku një protest aty, atëhere për bukë. E bëjshin ato do protesta. Po, grau kam pas do një bukë. Po, edhe jemi shku e kish pos vajzën aj aty, në Korrëtic, fshati Korrëtic. Jemi shku të vajzë e tina, telefoni aty, edhe i kum lejmru djemët, e kum lejmru vlaun, që më rinva, edhe i kum lejmru shuk në Kroaci, që më rinva në Drenas. Atëherë Glogovc si theshim. Edhe, jem dole ku morë taksin, a i tha po vion me ty, thash ju. Edhe jem shkue në Likovc. Jem shku në Pluzhin, në realitet. Kur shkoj në Pluzhin, plot shkolla njerëz. Kur hina aty, më kapën për qafëm një afshin tonë, të vendit tonë asoj dhe krejt. Edhe ja nisën do po kojnë kojt edhe unë. Vlozën, thash, për hajrë në kuf lufta. Lufto kjo, mosu mërzitni. Po, thash, ku janë ushtria, ku ka ormë? Tha, që ta shishe? Erë Sulejman Selimi me një djallë me mjekër veti dyti, i kishin në radiolidhje shkinisht i folke, as i fjallë si ja marke vesh. S'ma mërmene se s'kishuj ushtrijaj. Edhe, thasha veç të dyjona, po ka hun gjitem për pjetë në Banjic, ishin konja dy djemë, dhe të isha krejt hulla, ish morsi, ish taft, aty u që ke në analën. Tha, bac, ku po shkoni? Thash, po shkujmë kësmet unë në Vojnik, në luft, bre bac, a jem në luft. Po tha, a në Vojnik po shkona po, a me blenë njoftimi, thash, po, si që. Edhe, thash, baca veç ju dynja, tha, na jem që tu, nja 3-4, tha, janë në Laush, kjo në realiteti. Tha, edhe nja 2-3 janë në Pluzhin, tha, shumë ko në Vojnik, në fshatin tim. Po. Thash, qatë jem të shku. Ne, se u përshëndeta ma atë popull aty, u mërzitëm pak, po kalum. Edhe, pej atyhit, kum shku të dojt në Kopiliq, pej dojve, ka dole edhe jem shku në Vojnik. Kur shkoj